Pasi prita të gjithë mediat tona që flasin për dashnin në për këto shtëpia të zhabës me bretkocën, për gjithë gratë se si e bëjmë potoksin e vitheve dhe analistat tonë të famshëm, ose opinionistat më saktë, jo analistat, dalin në tallavan e darkës dhe fillojnë thonë, është ky tip botoksi, ose ajo zhaba ishte simpatike, ky bretkoca e kënoj mirë, nuk thanë asnjë fjalë për një ngjarje mbar botërore, që ne për çdo vit minimalisht e kemi kujtu, sepse është një nga ngjarjet më të mëdha botërore. Unë vendosa të dal një ditë më mbrapa, nga që nuk pash asnjë reagim tek mediat tona. Ju lutem më ndiqni 2 minuta. Vllai im, je gati? Si dukem kështu, kapele në rregull? Përshëndetje Rusi. Përshëndetje në këtë 81 vjetor të fitores mbi nazizmin. Përshëndetje Rusia e Dostojevskit, Rusia e Çehovit, Rusia e gjithë atyre gjigantëve të Tolstojit, të Sholohovit. Përshëndetje Rusia e Bolshoi Teatrit. Përshëndetje Rusia e gjithë atyre sportistëve, e gjithë atyre shkencëtarëve të mrekullueshëm. Përshëndetje Rusia e Kalashnikovit. Përshëndetje Rusia e Leninit, por dhe e Stalinit, që gjysmën e njerëzimit e kalon në zi. Përshëndetje Rusia e Putinit, ku rreza e diellit filloi dhe u kthy përsëri nga i komb i bekum. Përshëndetje të gjithë ju miq, që me shkollimet dhe me tekstet e tyne i dhat kaq shumë Shqipërisë tonë, që i keni përjetuar atë moment të fitores kundër nazizmit. Miqtë e mi, unë me këtë përshëndetje dua të bëj dhe një thirrje. Dua të bëj një thirrje për atë luftë midis një kombi, midis 2 vëllezërve, që gjithmonë këtë festë kanë fitu edhe e kanë gëzu bashkë dhe sot janë kundra njëri tjetrit. Dua të përshëndes ata vëllezërit tonë amerikanë që po mos ishte aleanca e tyne bashkë me rusët, nuk do të fitonin kur mbi atë makineri naziste. Dhe ashtu siç ishin ato 2 kombë të mëdha, të forta, dhe bën aq shumë për njerëzimin. Unë mendoj që është momenti që përsëri ato 2 kombe të forta të jenë prap aleat për ta kthy njerëzimin në normalitet dhe për ta kthy njerëzimin tek familja. Faleminderit Rusi. Faleminderit Rusi për këtë gjak që mu më ke përzi dhe për ata 3 fëmijë si drita që unë i kam në shtëpi. Faleminderit.